Zëdhënësi i Vlenit Driton Sulejmani në konferencë për shtyp foli sërish për çështjen e regjistrimit, i cili është aktualizuar sërish ditëve të fundit, pasi gjykata kushtetuese shfuqizoi vendimin e Entit Shtetëror për Statistika që popullsia të ndahet si rezident dhe jo rezidente. Fshirja e mërgatës nga regjistrimi është tradhti e rëndë. BDI nuk mund të fshihet pas heshtjes. Por më shumë se 20 vite në pushtet, BDI me politikat e saj destruktive nuk solli zhvillim, por boshatisje. Jo vetëm që i shtiu qindra mijëra shqiptarë drejt migrimit, por me regjistrimin e popullsisë në vitin 2021 i fshiu edhe ata që mbetën. Regjistrimi u kthye në mjet për të minuar realitetin e shqiptarëve në vend, ndërsa drejtuesit të BDI-s zgjodhen të heshtin si gjithmonë përballë një krimi të ri politik. Por heshtja nuk mjafton për të ikur nga përgjegjësia. Populli shqiptar pret përgjigje. Pse u pranua që mërgata shqiptare të trajtohet si jo rezidente, kur ajo mban gjallë ekonominë dhe mbështet familjet me sakrificë të përditshme. Ashtu si premtuam, koalicioni Vlen çdo ditë do të zbarë të vërtetën e dhimbshme të një procesi që duhet të ishte pasqyrë e realitetit, ndërsa u shndërrua në një mashtrim dhe tradhti poshtruese e BDI-s ndaj shqiptarëve. Shembujt e radhës të manipulimit janë të qarta dhe të dokumentuara, e sidomos në rrethin e Strugës. Në fshatin Ladorisht janë regjistruar 1344 banor mbi 18 vjeç, ndërsa në zgjedhjet e vitit 2024 kanë votuar 2397 qytetarë apo mbi 1000 më shumë. Në Velesht janë regjistruar 2196 banor, por votuan 2377 ose 200 më shumë. Në Livadhi, sërisht rezulton më shumë votues se sa banor të regjistruar. A me këso veprime synuat zbehjen e prezencës shqiptare në vend. Tani shtrojnë pyetje tjera që BDI nuk guxon të shmanget asesi. Pse u nënshkrua një metodologji që ul numrin e shqiptarëve në vend? Pse nuk u mbrojt kontributi i diasporës në jetën e këtij shteti? Pse pranuat të ndahen shqiptarët jashtë vendit nga pjesa tjetër e kombit? Këto pse nuk janë vetëm pyetje, janë aktakuza që rëndojnë mbi ata që e përdoren regjistrimin për interesa partijake. Nëse BDI mendon se do të kaloj këtë me heshtje, gabon rënd, sepse Vlen nuk do të ndalet së zbuluari me të vërtetat që janë zbuluar me mashtrime, dhe ky është vetëm fillimi.